Edhe këto na ja krijojmë një tjetër të stereotipe. Momentin që na nuk dëgjojmë tjerë, momentin që na ulëm diskutojmë, mos diskutimi i probleme në familje, le që nuk i zgjedh ato. Po përkundrazi ato akumulohen. Asnjë ndarje, asnjë divorc nuk vjen se sot jam çuar mëngjes apo do mu ndo. Ka ndodhur një diçka e vogël e parancishme që te e ke neglizhu, ka ndodhur një diçka tjetër, po kur të bën 10 çato diçka të vogla, bashk bëhet një e madhe, pastaj pa të e kalueshme edhe e pjekne si probleme edhe pastaj kur problemet ndodhin pa ekzistuar, kur ndodhin rikuperimet sigurisht që lojnë gjurmë, lojnë shenja dhe ato kanë të përcjellë edhe gjatë pjesës tjetër edhe problemeve tjera. Patjetër. Ose nështë del jashtë dhe shef femrat kurumet, me botoksa, me sa në vene, dhe në shpek gruaja jote e thjesht, tu kujdes për fëmijët, tu la të fshi edhe do këtë bajat, edhe tani hajtë qonat. Mos ja marrim kohën gjenetës. Mos ja marrim kohën gjenetës, edhe kjo është edhe problem të femrat, sepse kur po krijojnë familje, kur po bëjnë fëmijë, pastaj po e konsiderojnë si proces të krym pjesën me partnerin, edhe pastaj asaj na nuk i intereson as sillet, as shërbën, as çka bën, as tek bën, sepse konsideron çajt komoditetin. Ndoshta edhe te martesa, ajo ka qenë shumë e kurume, shumë i ka nejt gati, shumë e kujdesshme edhe